Thonë se nuk jam bashëri, por me gjitha të, sa herë ju shoh juve, më kujtohet edhe vetja në fillimet e mia të interesimeve politike, pastaj të angazhimeve që të bëjmë më të mirën për popullin ton, varësisht prej rrethonave, pra të bëjmë më të mirën e mundshme, atë që e dim, atë që e kemi për aftësi, duke organizuar me të tjerët, për shkak se si që kemi thënë edhe më herët, nuk jemi përgjegjës për Kosovën dhe botën që që kemi gjetur, po definitivisht jemi përgjegjës se çfarë lëjmë pas nesh. Unë besoj që gjenerata juj e ka gjendjen shumë më të mirë se sa gjenerata jonë, dhe le të bëhemi bashkë që gjeneratat e tjera ta kenë edhe më mirë, por natyrisht duke vënë theksin pikërisht të gjenerata juaj, prandaj edhe kemi këtë organizatë të re në kuadër televizjes sonë, RVV-ja, Rinia për Vetëvendosje, dhe kemi shumë të arritura gjatë këtij mandatit tonë për rinin, por gjithashtu edhe shumë plane për të ardhmen. Për shembull, në vitin 2021, kur e kena marrë qeverisjen, në Kosovë prej moshës 15 deri në 24 vjeç, kanë qenë më pak se 29.000 veta të punësuar. Për vetëm 2 vjet kena mrija afër 61.000. Pra më shumë se 2 fishim i punësimit të rive prej 15 dhe 24 vjeç. Dhe kjo ka vazhdu më rrit pas ne edhe në vitet e tjera. Ndërkaq me programin Superpuna për Trit, 23.303, parafërsisht 50% vajza e 50% djem, jenë punësu me këtë program i cili u ka dhënë për 6 muaj pagën minimale çdo treje, çdo trio që është punësu në ndërmarrje në sektorin privat. Do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen këtë. Do të vazhdojmë edhe me bursa për student. Konkretisht 18.000 bursa, 20 milion euro jenë nda në mandatin e kaluar. Mandatin e ardhshëm do ta dyfishojmë numrin dhe buxhetin për bursa, madje edhe për studentë që janë në kolegje private, jo vetëm në universitete publike. Pra, siç themi, veç a mësoni e lexoni, përveç qarktoni, se shtetin do ta keni për herë pronë si asnjëherë tjetër. Tash do ta keni edhe këtë biletën e integruar të transportit publik anë mban që i bën bashkë trafikun urban edhe ndërurban, që të mund të cirkulloni gjithandej. Unë jam i bindur që shumica dërmuese e rinisë Kosovës nuk kanë qenë në Orlan, te Plepat, në liçet Batllogës asnjëherë. Pra, në këtë transportin publik anë mban, jemi të interesuar që sa më shumë rini prej gjitha skajeve të Kosovës, prej qendrës Kosovës të vinë edhe këto të shijojnë këto bukuri natyrore të liçenit Batllogës, por gjithashtu të arktohen dhe të kalojnë çaste të këndshme edhe me rinin e Llapit e Gollakut. Shpesh herë keni një këtë shprehjen Llap e Gollak, edhe unë mendoj që kjo shprehje është gjithandej e saktë, po vendi ku është më i saktë është pikërisht Orllani, se këtu unë vënova me marr fjalën. Unë vënova me marr fjalën sepse disa s'mujshin me u pajtu a është Llap a Gollak. Në fund e gjetëm një farë, kompromisi është e dyja, është mesi. Orllani është edhe Llap edhe Gollak. Ju dëshiroj zbavitje sa më të mirë, njohje të reja me njëri tjetrin brenda organizatës dhe me ata të cilët po na bashkohen, edhe një herë gëzuar ditëlindja e Vetëvendosjes 21 vjeç që bën parë. Pra, 21 vjeç e 2 ditë jemi sot, disa prej juve janë më të ri se kaq, disa prej nesh janë më shumë se kaq, por të gjithë jemi bashkë sepse me lëvizjen Vetëvendosje ne e kemi bërë shtetin për krejt, prandaj jemi edhe krejt për shtet. E do të vazhdojmë t'ja qesim pikën në secilin punë të mbarë e të mirë të cilën ndërmarrim. Faleminderit edhe një herë e suksese në jetën personale e profesionale gjithë juve.